Shqipëria ka planifikuar të shpenzojë rreth 520 milion euro për ushtrinë gjatë vitit 2025, duke përfaqësuar kështu 2.1% të prodhimit të brendshëm bruto të parashikuar për këtë vit. Kjo shumë përmbush objektivin minimal të NATO-s për shpenzime në mbrojtje, i vendosur që prej vitit 2006, duke konfirmuar përkushtimin e vendit ndaj angazhimeve të aleancës. Deri në vitin 2016, përpara zgjedhjes së Donald Trump si presidenti i SBA-s, vetëm një numër i vogël vendesh anëtare arrinin ose tekalonin këtë kufi. Por, presioni fort i ushtruar nga Trump ndaj aleatëve për të ndarë më shumë përgjegjësi financiare në kuadër të mbrojtjes kolektive, çojnë në një rritje të ndjeshme të buxheteve ushtarake në të gjithë aleancën, përfshirë këtu edhe Shqipërinë. Ndërsa në samitin e NATO-s mbajtur së fundmi në Hag, aleatët rënë dakord që objektivi i shpenzimeve për mbrojtjen të rritet në mënyrë të konsiderueshme, duke synuar që vendet të arrijnë shifrën 5% të PPB-s deri në vitin 2035. E nëse Shqipëria do të zbatojë këtë angazhim, atëherë bazuar në të dhënat aktuale për prodhimin e brendshëm bruto deri në vitin 2025, vendi duhet të rrisë ndjeshëm buxhetin për mbrojtje deri në 1.3 miliard euro, që përbën afërsisht 16% të buxhetit të përgjithshëm vjetor. Në një perspektivë afatgjatë, kjo do të nënkuptojë që brenda 10 viteve të ardhshme, shpenzimet për mbrojtjen të rriten në një interval mes 1.8 dhe 2 miliard euro në vit. Kjo rritje do të kërkojë reformim të thelluar të strukturës ushtarake, modernizim të pajisjeve, zgjerim të kapaciteteve teknologjike dhe zgjerim të forcave të armatosura për të përshtatur sfidave të reja të sigurisë. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për një vend si Shqipëria, i cili synon të luajë një rol më aktiv në arkitekturën e sigurisë euroatlantike.